Ka nisur sot për besimtarët ortodoks periudha e agjërimit e njohur si Kreshma, e cila përfundon me kremtimin e festës së Pashkëve më 12 prill. Kjo konsiderohet një periudhë e rëndësishme për të gjithë besimtarët ortodoks. Sipas At Konstantin Priftit, kjo është një kohë reflektimi i thellë shpirtëror dhe forcimi i besimit. Po të krishterët ortodoks sot hynë në periudhën e Kreshmës, e cila mbaron më datën 12 prill që kremtojmë Pashkët. Kjo periudhë është një periudhë reflektimi për gjithë krishterët ortodoks dhe neve këtë periudhë e kemi filluar që të dielën që hyrë triodi e tagamlecët dhe fariseut që shpjegon për unjësinë para Zotit, pastaj e djalit plamprishës që simbolizon pendimin dhe kthimin tek Zoti, pastaj e diela e mishit, e ndalimit të mishit, që tregon se gjyqi i fundit që do i bëhet njerëzve, dhe në këtë pjesë të ungjillit Zoti thot: "E jani ju o të bekuar, kur unë isha i sëmur, ju më vizitut, kur isha i pangren, më dha të ha, kur kisha etje për të pirë, më dhatë për të pirë, kur isha në burg, në spital, më vizitu." Dhe thonë, kur o Zot t'i bëm këto? Edhe Zoti thot, kur a keni bërë njerëzve tuaj, këto mi keni bërë edhe mua. Por thot, e jani edhe ju të mallkuar, që nuk mi keni bërë këto gjëra. Kur unë isha i sëmur, kur unë isha në burg, nuk më vizitut, kur isha i uritur, nuk më dhatë për të ngrenë, kur unë kisha etje, isha i zhveshur, edhe ju nuk më shërbyet nga këto. Dhe thonë, o Zot, kur t'i bëm këto? Atëherë kur nuk a keni bërë të afërm me tuaj, nuk më keni bërë as mua. Dhe diela e djathit, që ishte, ose diela e faljes, ose kreshmimit, që ishte dje, ishte dita që neve dje të krishterët ortodoks, mbasi mbarojnë lutjen, bëjmë takimi dhe i kërkojmë falje të gjithëve njëri tjetrit. Nga prifti i pari dhe të gjithë besimtarët bëjnë takimin. Pse duhet mbajtur Kreshma? Atë Konstantini shpjegon se kjo periudhë është një dëshmi e përkushtimit ndaj Zotit përmes agjërimit dhe privimit nga disa të mira materiale. Besimtarët jo vetëm që afrohen më shumë me Zotin, por dhe kultivojnë mirësi, përulësi dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Pra, Kreshma është lutje, është pendim, është reflektim, është përunjësi, është dashuri. Pra, nuk mund të duam Zotin kur nuk duam njëri tjetrin. Çfarë duhet të bëjmë pra në këtë periudhë? Gjithë krishterët, përveç lutjeve, leximeve të shkrimeve të shenjta, pajtimit me njëri tjetrin, duhet patjetër që edhe të kreshmojmë. Por pse duhet të kreshmojmë? Kreshma është një diçka e domosdoshme për ne të krishterët ortodoks, sepse duke kreshmuar ne, atëherë duke ngrënë më pak do kujtojmë për atë që nuk ka fare. Pra duhet, themi, po ai që nuk ka, pra duhet të ndihmojmë dhe njerëzit në nevojë, njerëzit e varfër. Dhe kreshma, trupi ka nevojë për të ulur në të ushqyrit e tepërt, sepse çdo gjë e tepërt e dëmton njeriu. Dhe gjatë kësaj periudhe të kreshmës, jo se ne nuk ham ushqime, por ne disa ushqime i kemi të ndaluara. Pra, për kreshmën të krishterët duhet të dinë se nuk hahet mishi, peshku, vezët, bylmeti dhe nën produktet. Por peshku lejohet në 2 festa të mëdha që ka Kisha, ditën e ungjillizimit dhe diela e dafinave, kurse lejohen për të ngrënë frutat e detit, sebje, kallamar, oktopod, karkaleca, të gjithë gjërat janë pa gjak. Pastaj të gjithë tjera të perime, fruta, gjithçka lejohen. Pra kjo është një periudhë për të reflektuar neve edhe në ushqim, edhe për të përgatitur shpirtërisht për të apritur Pashkën, të përgatitur edhe trupërisht dhe shpirtërisht. Faleminderit. Dhe ju gëzuar, uroj të gjithë të besimtarëve krishterë ortodoks, gëzuar Pashkët dhe të mundohen të aprovojnë kreshmën, se sa e mirë do jetë. Dhe jo vetëm kur u thot doktori ta aprovojnë, po edhe kur u thot Kisha, e le ta aprovojnë kreshmën, se sa mirë do jetë për trupin e tyre dhe për mendjen e tyre. Gëzuar edhe një herë.
Periudha e kreshmës për besimtarët e krishterë zgjat rreth 40 ditë dhe përmbyllet me kremtimin e festës së Pashkëve.